Ka shumë gjasa që gjatë kësaj jave kryeministri Kristian Mickoski të zhvilloi takime me partnerët qeveritar për të marrë vesh për caktimin e të deleguarve të qeverisë në 4 komunat ku nuk u zgjodh kryetar komune për shkak se nuk u arrit pragu prej të paktën 33 presje 33% në raundin e parë. Nga qeveria për televizionin 21 thonë se për momentin ende nuk është përcaktuar kur do të zhvillohet ky takim, por nuk ka as informacione zyrtare se kush mund të ulet përkohësisht në karrigën e kryetarit të komunës së Gostivarit, Vrapçishtit, Mavrov Rostushës dhe Qendër-Zhupës. Publikun do ta informojë me kohë kur të caktohet takimi. KSZ-ja duhet i shpallë zyrtarisht zgjedhjet e përfunduara, ekziston një procedurë e përcaktuar qartë në kodin zgjedhor. Ndërkohë, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve pritet që në mbledhjen që do të mbahet të shpallë zgjedhjet të përfunduara dhe më pas të dërgojë njoftim për këtë edhe në Kuvend dhe në qeveri. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve brenda 15 ditëve nga përfundimi i zgjedhjeve e njofton qeverinë. Pas marrjes së njoftimit, qeveria brenda 15 ditëve emëron një të deleguar për kryerjen e punëve që janë në kompetencë të kryetarit të komunës. Qeveria më së voni brenda 15 ditëve nga dita e emërimit të deleguarit e njofton kryetarin e kuvendit për të shpallur zgjedhjet për kryetar komune. Zgjedhjet për kryetar komune në këto komuna ndodhen në një afat të ngushtë kohor pasi mandati i KSZ-s ka donë më 15 janar. Kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi, në takimin e fundit me gazetarët tha se do të bëjmë përpjekje që ato të përfundojnë me përbërjen aktuale, pasi siç theksoi, nuk është e drejtë që gjatë procesit zgjedhor të shpallet konkurs për përbërje të re të komisionit zgjedhor. Për këtë arsye, është e mundur që mandati i KSZ-s të zgjatet aq sa të jetë e nevojshme për përfundimin e zgjedhjeve edhe në këto 4 komuna.